process all the Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të RTI-s, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij misioni me Musafirin në studion e fakt. Sot do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Shkodrën, ku do të flasmi për tashmë linjën zyrtare përmes Prishtinës në Xhedet e Arabisë Saudite, e cila edhe zyrtarisht tashmë Flajnasi ka hapur zyrën në Prishtinë dhe zyrtarisht do të kemi linjë direkte do thot Prishtinë Xhedet e Arabisë Saudite, por sa është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe botës shqiptare në përgjithësi dhe cilat janë marrëdhëniet mes Arabisë Saudite dhe Kosovës dhe botës shqiptare, do të flasim me Ensar Smajla nga Shkodra, njëkohësisht edhe nga agjencia Medina Travel Albania. Ensar, ne kemi një linjë. Selam aleikum nga Prishtina. Aleikum salam wa rahmatullah, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi një lidhje i nderuar njëkohësisht hoxh edhe një prej pronorëve të agjencisë Medina Travel. Si keni pa këtë, nëse mundem të them, këtë festë të sotshme në Prishtinë, ku tashmë zyrtarisht do thotë linja ajrore Prishtinë-Xhede është funksionale? Po, me të vërtetë sot ishte një ditë e bukur ku u hap ajo linja e premtuar të sa kohë e Flajnasit që do të lidhin botën arabe, pikërisht Arabinë Saudite me vendet e Ballkanit, pasi që Kosova do të mirëpresë të gjitha trevat shqiptare, duke qenë Shqipëria, Malizi, Maqedonia, kështu me radhë, do të jetë një urë lidhëse mes të gjitha këtyre shteteve, pra të Ballkanit dhe Arabisë Saudite. Kjo realisht është një premtim ose një plan strategjik i vjetër, i cili sot mori atë zbatimin e tij, pasi që ne shohim se vizioni i Arabisë Saudite është një vizion i cili është duke u hap me botën, duke u hap me investimet, duke pas shumë nisma, pra të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin me shtete tjera, e sidomos Ballkani ka një rëndësi të veçantë. Pra nga ana kulturore, një pjesë e madhe e shqiptarëve, shumica aty pra kanë besimin islam. Përveç kësaj, investime të ndryshme të cilat pra ose në Arabinë Saudite, por se edhe vetë në vendet shqiptare. Pra klima e ekonomisë e Arabisë Saudite për momentin, i cili është një prej shteteve që ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe është në kulmin e zhvillimit të tij. Kjo përban një lajm të mirë për të gjithë trevat shqiptare, për sa i përket pra marrëdhënieve mes shteteve tona dhe gaditshut arabik dhe në veçantim Arabinë Saudite. Sa kanë interes këtë rast qytetarët e Saudisë dhe të trevave shqiptare për me pas një linjë si është kjo tashmë Prishtinë-Xhede? Ne dimë që pra agjencitë e umrës do t'i ndihmojë shumë, por kohëve të fundit kemi pa dhe shumë dhe thotë qytetarë të Arabisë Saudite që vizitojnë Shqipërinë dhe Kosovën, po ashtu dhe vende të tjera shqiptare. Po, përveç anës së adhurimit që është sekt, normalisht që pjesa e adhurimit është shumë e rëndësishme, pasi që Arabia Saudite përmban dy vendet e shenjta për të gjithë botën islame, pra Mekën dhe Medinën. Meka e cila është kibla e muslimanëve, ndërsa Medina është vendi ku prehet trupi profetit alayhis salam, pra ka një rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë umetin dhe normalisht besimtarët që synojnë nga Shqipëria. Është një lajm shumë i mirë për ta, sepse e lehtëson udhëtimin për në vendet e shenjta dhe shohim disa reforma të mëdha në shtetin e Arabisë Saudite për sa i përket shërbimit të siç është e quajtur pra Duyufur Rahman, miqtë e Allahut. Shohim reforma në të gjitha aspektet, në aspektet platformat teknologjike, lehtësimin e futjes në vendet e shenjta, procesi i lëshimit të vizave, linjat e shumta që i ofrojnë muslimanëve dhe besimtarëve që me pas të lehtë aksesin me shku pra në vendet e shenjta. Pra po shohim një reformim për sa i përket pjesës së shërbimit të haxhilerëve dhe umrëgjive. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë për çdo besimtar, pra qoftë nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria, pra tani nuk ka nevojë një pjesë e tyne që me shku ndoshta nga vendet tranzit, pra qoftë nga Evropa apo nga vende të ndryshme, por është një linjë që e lehtëson udhëtimin. Për sa i përket adhurimit, pra shumë i rëndësishëm për ato besimtarë që tentojnë dhe kanë dëshirë me shku në vendet e shenjta, por siç e përmend ju, shohim një interes të madh të gadishut arabik,
pra të shtetet Gëdhishut Arabik për zhvillimin e turizmit dhe për me zbulu pra vende të reja dhe shohim Shqipërinë në vendet më të vizitume. Dhe numrat të cilat përballen janë numra goxha të mëdhej. Dhe për këtë arsye shohim edhe vetë shtetet tona, pra qoftë i Kosovës, i Shqipërisë, pra shohim një procedurë në heqjen e vizave në periudhën e verës, lehtësimin e ardhjes së investimeve, shohim forume të ndryshme që vetë mikpriten pra shohim nga qeveria apo vetë pjesë e qeverive tona shkojnë her mas herë duke bë takime të ndryshme mes vende. Për kjo tregon vetë për klimën e afërt që është mes dy vendeve dhe normalisht ajo që mbetet, ajo që kishte mbet pa u realizu, pra ishte një linjë e cila i lidh dy shtetet ma shpejt dhe ma kollaj. Pra po i bie që raportet dhe klima e raporteve mes vendeve shqiptare dhe Arabisë Saudite ka qenë çështje ka hershme dhe kjo çështje e linjës ajrore ka mbet ndoshta për çështje politike ose teknike e cila u zhvanua deri më tani. Po, patjetër, ne shohim që në pjesën e tranzicionit të Shqipërisë, shohim Arabinë Saudite, Kuvajtin, shtete të cilat i kanë ndajt Shqipërisë afër në anën e bamirësisë, në anën e ndërtimit të infrastrukturës, të rrugëve, spitaleve, por edhe në ndërtimin e xhamiave, shohim shumë projekte në arsim të cilat zhvillohen dhe janë zhvillu, për shembull, projekti i Institutit të Gjuhës Arabe, i cili tashmë është duke marrë jetë në Shqipëri, është i 4-të institut, pra i cili bëhet në domethënë pjesë e Universitetit Imam, i cili është në Riyadh, janë disa në Indonezi, disa vende të tjera të botës, por kjo është i 4-ti që do të jetë pra në Shqipëri. Shohim një projekte të shumta të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunim mes shtete. Por edhe nga ana në sjellë shohim shumë shqiptar, qoftë të Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Malizit që janë të interesuar qoftë për sa i përket arsimit në vendet arabe. Nëse ndoshta para 15 viteve, 20 viteve ka pas të interesuar vetëm nga ana fetare që më mësuan në vendet arabe, tashmë kemi studenta që mësojnë në mjeksi. Për shembull mund ta përmend Universitetin e Rajhit, i cili ka disa breza studentash që është duke nxjerr si mjek biles, disa prej studentave shqiptar tashmë e kanë kryer shkollën dhe janë si docent ose si profesor në universitet dhe si shkencëtar. Shohim ato investimet e shumë prej biznesmenave të cilët qofshin bizneset vogla, pra shohim një interes të shumë besimtarëve shqiptarëve të cilët po hedhin shikimin nga Arabia Saudite, duke pas që ne kemi edhe agjencinë që ju përmendet Medina Travel, bëjmë shumë aplikime kohëve të fundit për sa i përket vizave të punës, pra shohim një interes të shqiptarëve të cilët shkojnë në Arabinë Saudite për punë dhe do ja vlente më onal në ato projekte të Arabisë Saudite, projekte gjigande, që janë pjesë e vizionit 2030, për shembull mund të përmendim qytetin Njum, i cili është duke u ndërtuar në veriun e Arabisë Saudite. Është një qytet gjigant i cili është duke marrë jetë dhe duke u ndërtuar dhe normalisht për shkak të nevojës madhe për specialista, ekspert, inxhinier, pra shumë prej shqiptarëve janë bërë pjesë e këtyre projekteve. Shohim anën e turizmit, Arabia Saudite tashmë siç është duke u quajt Maldive të reja, shohim domethënë detin e Kuq i cili është duke u zhvillu me një ritëm të shpejtë, pra shumë shqiptar edhe domethënë njerëz të cilët ndoshta s'kanë edhe atë backgroundin fetar, pse jo nuk do të shkonin në Arabinë Saudite të vizitonin pra vendet si vendet të shumë mira vjeçare, siç është qyteti Olas, Tebukut, vendet Asirit, pra janë qyteza me qytetërim të vjetër dhe tradicional. Pra, kjo linja ajrore nuk është që funksionon ose do të shërbej vetëm fetarëve për të shkuar, për të kryer haxhin ose umrën, siç po shifet edhe në komente, sepse shqiptarët po shkruajnë që nuk na duhet gjë, por kjo do të ndihmojë shumë edhe bizneseve për të afërmuar, për të njoftuar më shumë edhe me Arabinë Saudite, e cila po shkon drejt zhvillimit me një hovë goxha të madh. Po, patjetër. Tani disa raste që mund t'i përmend është forumi që është bërë vitin e kaluar, forumi i biznesmenëve të Arabisë Saudite, i cili është bërë në qeverinë shqiptare. Mund të përmendim panairin e haxhit i cili u bë
ndoshta para 7-8 muajve, ku ishte vetë ministri i Haxhit prezent në Tiranë. Shohim takimin e të diplomuarve përsëri para pak muajve në Arabinë Saudite. Shohim një takim përsëri para 4-5. Të gjitha këto takime janë një rang kohort të shkurt, takimi i bizneseve B2B, pra bizneset, njoftja e bizneseve shqiptare me ato arabe, i cili përsëri u zhvillu në Tiranë. Dhe këto takime janë vetë një lajm ose një nisëm për bashkëpunim mes shteteve dhe ato plane strategjike për afrimin mes shteteve tona. Dhe kjo është një augur i mirë dhe një rast i mirë për të gjithë Shqipërinë. Pra sot e pam që në këtë inaugurim, në këtë zyrtarizim të nisjes, ishte edhe një nga përfaqësuesit e Medina Travel të në Prishtinë. Në të gani pak a shumë për agjensinë juaj Medina Travel, si kanë shkuar punët dhe si po operoni tani me tani, me qenë se keni operuar me linjë nga Shqipëria, nga Tirana, tashmë si që dim, i kemi edhe linjat nga Prishtina. Po, patjetër, Medina Travel si agjensi është një prej agjensive të reja dhe modeste në tregun e shërbimit të umregjive, pra një përvojë rreth 6-7 vjeçare. Operojmë me besimtarë të cilët vinë në kompaninë tonë, pra për Shqipërijet, Maqedonijet, Malit të Zi, edhe vendeve të diasporës, ka një numër goxha të konsiderueshëm. Përveç kësaj janë ato shërbimet që ne si kompani i kryjmë në raport pra me shtetin e Arabisë Saudite, nëse dikush ka nevojë për shërbime konsullore, siç ju përmenda, vizat e punës, vizat e tregtisë, vizat e ndryshme që pra qytetarë të ndryshëm kanë nevojë pra për me i përpunu në konsullatën e Arabisë Saudite në Tiranë. Pra kjo është shkurtimisht ajo përvoja jonë dhe normalisht që një linjë e tillë neve na ka mungu pra si kompanie umre, sepse shpeshherë kemi pas ato ankesat ose dëshirat e njerëzve që me pas një udhtim komod, pra që me shku direkt. Ne kemi mundu me ofru linja me tranzitet të shkurtra që mos me i lodh dhe mos me pas mundim për pelegrinët, mirë por një linjë e cila është direkte normalisht që ka një luks dhe një komoditet krejt tjetër. Këtë në fund do thëtë Medina Travel ofron paketat të umrës për grupet të caktume, pastaj edhe umre individuale, viza, po ashtu që edhim ka interes edhe për vizat turistike dhe vizat punës, pra ka njerëz që janë të interesuar të shkojnë për të zhvilluar bizneset të tyre, edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, po ashtu dhe Maqedonia e Mali Zi. Po, e saktë. Atëherë, Ensar, ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje, po shpresojmë të takohemi në Prishtinë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për jush. Të nderuar miq të RTI, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Ensar Smajlaj nga Shkodra, nga agjencia Medina Travel Albania në Shkodër, me zyrët e saj në Tiranë, në Tetov dhe Prishtinë, ku folëm pak a shumë në pikat shkurta rreth linjës zyrtare, tashmë që është zyrtarizuar Gjidde, fatikisht Prishtinë-Gjidde, që do të operojnë nga 1 tetori, edhe tashmë siç e kemi pa dhe lajmet në RTI, do të kemi një linjë direkte, e cila do të lehtësoj jo vetëm fetarët për të kryer umrën dhe haxhin, por do të lehtësoj edhe çështjen e bizneseve dhe atyre që do shkojnë për vizitë turistike me qenë Arabia Saudite, me vizionin e ri, siç e tha edhe Ensari, pra për zhvillohet dhe ajo që veçon padyshim që është qabja e bekuar dhe xhamia pejgamberit alayhis salam, pra Mekka dhe Medineja, por që sigurisht Arabia Saudite është më e gjerë dhe mund të vizitohet edhe për biznes dhe për si vend i turizmit. Do të takohemi sigurisht në emisionin tjetër të radhës, dhe atëherë më mbiq. Kush janë ekspertët që